Prishtina vijon prej 4 ditësh pa transport publik. Kjo situatë ka ndodhur si pasojë e protestave të mbajtura nga transportuesit publik dhe privat, i cilat kërkojnë shtylljen e borxheve nga komuna e Prishtinës. Mungesa e transportit ka shkaktuar vështirësi të mëdha për qytetarët, veçanërisht për ato që përdorin autobusët dhe minibusët për të shkuar në punë, shkollë apo dhe për të kryer detyrat e përditshme. Shumë njerëz janë detyruar të gjejnë alternativa të tjera, duke përdorur taksit më të shtrenjta ose duke bërë distancat e gjata në gjë që ka krijuar ngarkesë shtesë dhe pakënaqësi të dukshme në rrugët e kryeqytetit. Kryetari i sindikatës së trafikut urban në Prishtinë, Ilmi Gashi, ka bërë të ditur se protesta e transportuesve publik dhe privat do të vazhdojë edhe sot, duke nisur nga ora 11. Ai ka theksuar se greva do të zgjasë deri në momentin që komuna e Prishtinës të shlyejë borxhet që ka ndaj operatorëve të transportit. Sipas tij, borxhet kanë mbetur të papaguara një periudhë të gjatë kohore, gjë që ka detyruar transportuesit të ndërmarrin këtë hap drastik për të mbrojtur interesat e tyre financiare. Protesta vazhdon edhe sot, që nga ora 11 pranë Kuvendit Komunal të Prishtinës, aty ku fillon dhe baza e obligimeve që ne kemi ndaj komunës. Synimi im është që komuna të shlyejë borxhet ndaj trafikut urban dhe transportit publik në përgjithësi, përfshirë edhe sektorin privat, tha Gashi në një deklaratë për mediat lokale. Ai shtoi se ky veprim është i domosdoshëm për të garantuar funksionimin normal të transportit në kryeqytet. Ndërkohë, ai ka kërkuar falje të gjithë qytetarëve të Prishtinës për pengesat dhe vështirësitë që kanë hasur gjatë 4 ditëve të fundit. Ne ju kërkojmë ndjes qytetarëve të Prishtinës për pamundësinë për të shërbyer si duhet këto ditë. Kjo situatë është jashtë kontrollit ton, por ne shpresojmë që komuna të ndërmarrë veprimet e nevojshme sa më shpejt të jetë e mundur, theksoi Gashi. Situata ka krijuar reagime të ndryshme për qytetarët, disa prej të cilëve shprehin shqetësim apo ndikim ekonomik dhe kohor nga kjo mungesë transporti ka në jetën e tyre të përditshme. Të tjerët kërkojnë që pala komunale të gjejë një zgjidhje të shpejtë dhe të drejtë për të shmangur tensionet e mëtejshme. Ekspertët e transportit po paralajmërojnë se nëse problemi nuk zgjidhet shpejt, mund të jenë pasoja të mëdha për trafikun urban dhe në ekonomi, pasi transporti publik është një pjesë thelbësore e lëvizshmërisë së kryeqytetit. Ndërkohë, institucionet komunale nuk kanë dhënë ende një përgjigje zyrtare për kërkesat e transportuesve, ndërsa pritet që në ditët në zhvillim të ketë dhe diskutime me mënyrën e shlyerjes së borxheve për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme dhe që të kthejë normalitetin në rrugët e Prishtinës.